Me kë preferon një bashkëpunim pas zgjedhjeve të 7 qershorit, Partia Demokratike? Pret o drenor se ti si grin mundesh me folë, si Partisë Gjelbër, në drenas. Unë faku flasë analistë, që kapaciteti. Ta pyesim Tahirin se si Partia Demokratike të Kosovës. A përjashtoni një mundësi të bashkëpunim me vetëvendosjen? Ose preferoni Lidhjen Demokratike ose AK-n eventualisht? Urdhro. Partia Demokratike nuk qore, shke ideja me vendos vijat kuqe. S'ka. Kjo ideja me thonë kështë i keq, kështë i zi, kë bën, kësë bën personale, është një kulturë që ka prodhu vetëvendosja, që ka bot dëmë shoqënisë. Vjetë e kuqe si ka pru vetëvendosja në politikë, se ka pru tjertë fillimisht, po pastaj i ka ndru pak ato kuqe. I ka bot dëmë shoqënisë kosovore. Na do të me folëm parime. Kush është për shtet zhvillimor? Kush është për demokratizim? Kush është për ngritjet kapaciteteve në arsim? Kush është për ngritjet kapaciteteve shëndetësi? Kush është për avancim të administratës publike? Pro Partia Demokratike vendos bashkëpunimin bos parimeve edhe plan programit saj qeverisës. Nuk mund është me bashkëpunu me dikonin nëse ki orientime krejtësisht kundërt rreth çështjes. A mund të flasim konkretisht? Rreth demokracisë, vlerës ma sublime. Mos nuk po të ndërprej, se emisioni është në funksionin tuaj si musafir që jeni. A i thoni jo vetëvendosjes? Unë po flas. Jo, po konkretisht. A i thoni jo vetëvendosjes se jo? Unë po flas për parime, me këtë çështje. Po, me këtë çështje thoni jo. Me këtë mendsi. Normalisht që jo. Se një president duhet bëhet me një bashkëpunim. Po, tema e presidentit do të më mri konsensusi. Na i kemë vendosur parimet tona, kemë vendosur qëndrimin ton, edhe në këtë situatë. Ka rshi fuqisë tonë politike. Ka mujt presidenti më kry pa neve. LDK-s çfarë i thoni? Unë po flas në parime, nuk po flas. Parimet përkthehen në kushte normale dhe me veprime konkrete. Do të më pas çysh pekan. Se LDK-ja po pretendon që del më mirë se ju në zgjedhje. Me zonën Osmani eventualisht. Secili subjekt politik promovon me. A mund del një gjë e tillë? Secili subjekt politik ka tendencë me rrit ç'është krejt normale legjitime çu që kemi. Unë besoj te shpirti i Partisë Demokratike të Kosovës, besoj te aktivistat e Partisë Demokratike të Kosovës gjithandej Kosovës, jam në terren në secilën ditë. Kam qenë vazhdimsi. Kam taku, ka entuziazëm, ka energji, besoj te qytetarët e Republikës së Kosovës që i ka besu Albin Kurtit dhe tash e sheh që tërësisht ka mashtru. Bashkëpunimi dohet me umri, konsensus dohet me pos. Interesi i shtetit, interesi i vendit duhet me kompara interesit partijak. Na gjithë jem që me i shërby qytetarëve edhe me pos institucione, jo me pos krizë të vazhdueshme politike, po bashkimi do të më bëjë mbos parimeve, edhe mbos të plan programit e angazhimit me pos mirëqenie, me pos perspektivë, me pos zhvillim. Jo mbos me ty bën, me ty zbën, kjo forma e kjo logjika është e gabuar. Orientimet duhet përcaktuar, vetëm pak, orientimet duhet përcaktuar. Orientimet përcaktohen shembull. Orientimet parime përcaktohen. Po parime dhe parimet zbërthehen në veprime konkrete. Ideja është me këtë mundesh. Kjo çështje e vetvendosjes. Ka bot dëm shoqënisë, vetvendosja duhet më shku në opozitë. Duhet më shku në opozitë me u reformu. Albin Kurti duhet me shku në opozitë. Duhet me funksionu prokuroria. Duhet me u hetu këtu kontrata burimore.